Ndërsa gjithë bota nderonte në meshën e lamtumirës Papa Franceskun, paralelisht edhe në Shkodër u kremtua mesha e shenjtë e festës së Zojës së Këshillit të Mirë, pajtorës së Shqipërisë, në bazilikën kushtuar asaj, një moment ku besimtarët katolik, i peshqvinë dhe meshtarët u bashkuan në lutje që nëna e Këshillit të Mirë të ketë pranë saj atin e shenjtë. Sot jena mbledh me nderu Zojën e Këshillit të Mirë, nanën e Këshillit të Mirë, e cila na ka lënë këshillën më të madhe për çdo krishterë, për çdo njeri. Bani që t'ju thot ai. E ky është programi i kishës. Me një gjuhë, me u lut, me reflektu dhe me vepru me fjalën e Zotit. Me një gjuhë Krishti. Në jetën tonë është programi më i madh i çdo besimtari. E sot ne duam të ndjejmë këtë këshill të Zojës. E bashkë me gjithë kishën, edhe ne jemi të bashkuar në lutje për shpirtin e Papës, në lutje për kishën. Mesha e shenjtë u kremtua nga imzot Simon Kulli i Peshkëve Sapës, që në fjalën e tij u ndal në këtë ditë me mesazhe të forta për besimin, ndërsa përcillet drejt jetës së mshuar Papa Francesku, kisha në Shqipëri përkujton për vjetorin e 32 vizitës së Shën Gjon Pali II, si dhe shugurimin e disa meshtarëve dhe i peshqvinëve prej tij. Me gjithë këtë përparim, zbulime të reja të shkencës dhe teknikës në botë, ka shumë luftra, vrasje, urrejtje, uri, smundje, varfri, ato që i shohim çdo ditë. Këto janë sepse mendja zhvillohet, por zemra jon fillon dhe mbyllet çdo ditë dhe më shumë. Kjo është bota sotme. Sot kemi më shumë nevojë se sa kurrë për energji shpirtërore, për energji vëllazërore mes njëri tjetrit, për shumë dashuri ndaj Zotit dhe ndaj njëri tjetrit. Zemra pa Zotin mbetet të mbyllur, mbetet gjithmonë në errësirë. Në 26 prill, kalendari kishtare përkujton një nga të kremtet më të dashura për besimtarët katolik, festën e Zojës së Këshillit të Mirë, e njohur si Zoja e Shkodrës, pajtoria e Shqipërisë. Si çdo vit, edhe sot jena mbledhur për të ndëruar nanën e Këshillit të Mirë, burimi pa epër në shpresë dhe ngushëllimi për popullin shqiptar. Por këtë vit, kjo festë gjen kishën pa bariun e saj toksor, pa pasardhësin e Pietrit, pa Papa Franceskun. Njeriu që e udhëhoqi kishën universale për 12 vite, njeriu që ja besoi misionin e vet, nanës së Krishtit, pikërisht sot, në ditën dhe festën e saj, po e lën këtë botë për të kthyer përfundimisht tek shtëpia e Atit qiellor. E si mund t'i harrojmë fjalët e tija kur nga sheshi Nan Tereza ju drejtu shqiptarëve, e shkodranëve. Të dashtën vllazën e motra, sot me zemër të hapur i drejtohemi Virgjinës Mari, të cilën e ndërrojmë me përkushtim si nan e Këshillit Mirë, thoshte ai. Me shpirt shkojmë drejt asaj shejtënore në Shkodër, që metet një vend i shenjtë dhe i dashtën për gjithë ne. Asaj ja besojmë kishën tonë në Shqipëni dhe marë popullin shqiptar.